kam vendosur ta kaloj në Berlin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Kjo është videoja ime e dytë këtu në YouTube edhe akoma nuk më besohet se si ja kam mbushur mendjen vetes që të postoj, por ja ku jemi edhe të drejtën jam shumë e lumtur nga suporti që mora tek videoja e parë, sepse gjithmonë ndihem shumë mirë kur më bëjnë subscribe edhe koment njerëz që nuk i njoh fare edhe e pëlqejnë vibe-in tim, kështu që shumë faleminderit. Dhe për ata që mbase nuk më kam parë kur, unë quhem Xhanda, jam 24 vjeç dhe jetoj tashmë prej 3 vitesh në Gjermani. Kam ardhur fillimisht këtu për të bërë masterin dhe tani po punoj si graphic designer dhe content creator. Unë jetoj në qytetin e Würzburg, është një qytet relativisht i vogël në zonën e Bavarisë, edhe doja të merrem me vete në një javë në jetën time këtu. Pak a shumë një javë, sepse nuk jam plotësisht e sigurt nëse do jem konsistente me filmime, duke qenë se nuk kam filmuar ndonjëherë për një video shumë të gjatë. Kam bërë vlogs në TikTok, por asnjëherë kaq të gjata, gjithsesi do mundohem, fingers crossed. Dhe tani që po flasim, është ora 21:37 edhe është e hënë, data 1 qershor, dita e fëmijëve. Sa për ju ndihen akoma si fëmijë, se unë nuk e di, më duket sikur kam ngelur akoma me atë mendje. Domethënë jam gjithmonë e dyzuar. Ndonjëherë të them, jo, prisi ti po bën këtë jetën adulte, dhe pastaj jam like, I'm just a girl, I'm just a little girl. Gjithsesi, kjo është pak a shumë koha që unë filloj bëhem gati për ditën e nesërme. Këtu kam çantën e punës, këtë përdor në përditshmëri. Më pëlqen, nuk është shumë e madhe, pavarësisht se mbase në video mund të duket pak, është mjaftueshëm për të mbajtur edhe atë tasin e ushqimeve. Përgjithsisht mundohem që çdo ditë të marr ushqime vete. Për momentin e kam bërë, por është në frigorifer, do e fusim nesër në mëngjes. Kam telefonin e punës, kam një palë kufja, kam portofolin dhe kam edhe këtë çipin e zyrës për të llogaritur orët e punës. Tani po mendoja që kam dhe një brioche me çokoladë për nesër në mëngjes, sepse kemi një pauzë mëngjesi dhe një pauzë dreke, por do i fus nesër në mëngjes te çanta. Okay, we are ready. Nuk e di sa ready jemi mentalisht, por bëj shaka, se gjithmonë e kam të dileme veten, them, nuk më shkohet në punë nesër, jam shumë e lodhur. Edhe nesërme kuptoj që problemi vetëm është thjesht zimi herët, pasi te puna është shumë okay, çdo që jam me kolegët, ata i kam të mirë, po thjesht ajo mendja që të punon në momentin që je kështu në zonën e rehatis në shtëpi. Nëse. Dhe për pjesën e mbetur të mbrëmjes, kam marrë disa qershia, do hap një serial edhe mendoj që diku te 1 orë gjys do fle, pasi nesër do të çohem vërtet herët. Kështu që shihemi nesër. Ky seriali që po shoh për momentin, jam tek sezoni i dytë, është turk, por është shumë modern edhe shumë histori interesante, edhe më pëlqen shumë casti, kështu që jam e obsesionuar për momentin. Mirëmëngjes, unë sapo dola, është ora 6:12 edhe relativisht herët do thoja. Mezi jam zgjuar, vlen për ta përmendur, por që kam bërë make-upin shumë thjesht, flokët i lash në gjendjen time natyrale. Dhe ndjes për kamerën që po dridhet, po I have to walk fast, më duhet të eci shpejt. Dhe tani presim autobusin.
jemi në ditën tjetër, pasi djem pas dite nuk kam filmuar fare, kam qenë realisht shumë e lodhur nga puna dhe s'kam bërë asgjë, domethënë thjesht kam grëndar, kam parë serialin dhe kaq. Por sot është dita e fundit e javës edhe është really nice, duke qenë se nesër është një fest për zonën e Bavarisë, edhe kompania të jep edhe ditën e premte pushim. Kështu që kam një fundjavë të gjatë, të cilën kam vendosur ta kaloj në Berlin. Në Berlin më jeton kushurira, edhe se herë që shkoj jam nga ajo dhe përgjithsisht gjithmonë i kam prerë biletat në moment të fundit. Nuk e di, thjesht ma shkrep truri kur i thon, edhe them, okay, pse jo. Diçka që ja vlen për tu përmendur është që këtë të premte në Berlin do mblidhen shqiptarët e diasporës për çështjen e nartës, kështu që edhe unë do jem pjesë. Do bëjmë gati pankartat edhe do ju marrë dhe ju me veta. Dhe tani më duhet të shpejtoj sepse kam vetëm një orë kohë për të bërë gati edhe për të nisur. Nuk ka moment më të keq se tani që për pak duhet dalë, domethënë janë dhe flokët janë për skandal. Dhe nuk gjej dot një palestreçe, nga që kemi bërë një plan për volejboll, edhe dua një palestreçe vishnje, kam të zezat, po dua ato. Ato nuk janë këtu, e kam për dollapin lëmsh. Okej, jemi gati. Valizja e shkreta është në ditët e fundit se ka thjesht 3 rrota funksionale, ajo e 4-ta gati se është prishur. But we're gonna make it work, se nuk kemi zgjidhje tjetër për momentin. Hello again, nuk e di sa gjohem, se jam në IC dhe nuk dua të flas me shumë zot lartë, se të shojnë çuditshëm këta. Por jemi nisur, kam edhe 2 orë rrugë, edhe jam në laptop dhe po merrem pak me WordPress. Praktikisht po merrem me krijimin e një website, por të punuarit në tren më ndihmon shumë edhe të qëndroj produktive, por edhe të kaloj rrugën praktikisht. Dhe rruga se herë që iki në Berlin është shumë okej, domethënë më kalon shumë shpejt edhe kaloj pa problem. I gjithë problemi është kur kthehem. Aty jam si e mërzitur, si e lodhur, edhe duhet kthehem sërish në realitet. Mëngjes nga dita tjetër, mbrëm nuk filmova se erdhëm shumë vonë në shtëpi dhe kemi fjetur direkt gjumë. Por sot, si që thash, jam të shtëpia e kushurirës, ajo është në punë, duke qenë se është ditë e njëjtë edhe këto pushimet i kishin vetëm në të zonës së Bavarisë dhe më duket edhe zona e Baden-Württemberg, po nuk jam shumë e sigurt. Gjithsesi, unë sapo konsumova mëngjesin edhe tani do bëhem gati sepse më duhet të filmoj 2 video për TikTok. Kam një collaboration me Shein dhe kam disa veshje që më duhet i postoj në profilin tim në TikTok. Dhe pas asaj dua që të kaloj disa orë produktive me laptop, por nuk e di nëse do qëndroj në shtëpi apo të dal në një lokal, sepse zakonisht në shtëpi nuk fokusohem dot 100%, nuk jam aq produktive sa që do isha jashtë. Tani, unë sa herë që vi këtu, më kujtohet fix vera e kaluar, sepse fix në këtë periudhë vjet, në qershor jam shpërngulur në Berlin. Sapo kisha mbaruar masterin dhe më duhet të kërkoja për punë praktikisht edhe erdha këtu dhe puna doli në Würzburg. Po kjo është histori komplet tjetër, gjithsesi, gjatë asaj periudhe ju riktheva pikturës, një nga pasioneve të mia më të mëdha. Edhe kushurira tani e ka shtëpinë të mbushur me pikturat e mia. Kjo ka qenë piktura parë që kam bërë kur kam ardhur këtu në Gjermani, e kam bërë në Darmstadt, jetoja në atë kohë atje. Edhe më riktheu sërish ai pasioni im, patjetër që ekzekutimi mund të ishte bërë më mirë, por është okay. Dhe kam edhe këtë bukuroshen këtu, kjo më pëlqen shumë. E kam bërë brenda ditës, nuk e di, s'ka zgjatur fare, po më pëlqen shumë si janë blenduar ngjyrat me njëra tjetrën. Dhe në Berlin, vjet në këtë periudhë, kam bërë këtë pikturë në rikrijimi një pikturë tjetër që e kam parë, edhe më pëlqen goxha edhe kjo. I ka ngjyrat shumë të bukura, edhe unë vdes për piktura me ngjyra. Dhe siç po thoya për pikturat me ngjyra, ja ku jemi miq. Kam përdorur çdo ngjyrë të mundshme te kjo pikturë. Unë adhuroj, është shumë e bukur, edhe kjo duhet varet, nuk e di pse e ka lënë në tokë të shkretën. Detajet në këtë pikturë nuk e di domethënë, më është dashur më shumë se një vit që ta përfundojmë, patjetër që me pauza, por ka kërkuar goxha orë pune. Edhe ka pasur një feedback shumë të mirë.
Edhe realisht jam mirënjohëse për çdo njeri që e vlerëson artin tim edhe vlerëson artin në përgjithësi. Dhe sa herë që vi këtu ndjem shumë mirë se më kujton gjërat e bukura që kam mundur t'i bëj. Tani të nxjerr të gjitha rrobat që kam në valixhe, sepse siç thash, duhet ju bëj video të gjithave, edhe më besoni, janë goxha. Do me thonë më së shumti, patjetër që janë rroba vere, po më tepër rroba për dalë, do me thonë fustane, kanatiere për night out, kanatiere të tjera që janë pak më klesi. Kemi marrë edhe bikini edhe mezi po pres që të vi koha e plazhit. Dhe sa i përket Shein, jam goxha e surprizuar sepse aty tani ka brands të ndryshëm që shesin te kjo platformë, edhe janë brands që janë goxha kualitative. Për shembull, bikinit i kemi marrë te një brand që quhej Aralina, edhe ishin brand australian, edhe realisht kishin investuar shumë edhe tek packaging, edhe te materialet, edhe ca detaje shumë të bukura që nuk i prisja për Shein, me thënë drejtën. Kemi marrë gjithashtu edhe këpucë, thjesht për t'i provuar, edhe goxha nice këto, më pëlqejnë. Përgjithsisht të gjitha kanë ardhur materiale të mira, kanë ardhur masa që donim, edhe me prerje që donim. Kjo është më e rëndësishmja që nuk ka ndryshim nga fotot, përveç një fustani që sado që i kisha porositur small, qëndronte goxha i madh në trup, edhe thash okay, varja. Dhe ja ku jemi sërish, kjo është një nga bluzet që kisha marrë tek Shein dhe tani do bëhem gati, si fillim do sistemoj rrëmujën që kam bërë, dhe pastaj do bëhem gati dhe do dalim. So in this life, don't you try to move too fast, or the good times will roll by. So don't just slip by. These days they will come and go. That's how you build a good life. One step, two steps, three and it's over. 5 and to 6 again. 7 steps, 8 steps, 9 and I'm older. Hello, këtë pjesën po e bëj me voiceover, duke qenë se nuk kam bërë shumë filmime me zë, por si që pat, punova pak në laptop, jam kthyer sërish në shtëpi, jam bërë gati dhe këtu kam qenë në një restorant për darkë. Çdo gjë ka shkuar shumë mirë dhe këtu jemi ditën e nesërme duke bërë gati pankartat për protestën që ishte në Berlin. Dhe ky procesi na shijoi vërtet shumë, po më dukej vetja si gocë e vogël me këtë prerjen, bëm dhe pankartat, po i kemi bërë shumë shpejt duke qenë se nuk kisha shumë kohë dhe më pas kam shkuar te kjo pizzeria që ju sugjeroj me patjetër sepse i kishin shumë të mira picat. Për të thënë, është e shqiptarëve. Rama pur Berisha pur, Rama pur Berisha pur, Rama pur Berisha pur. Ledja e parë që kemi. One step, two steps, 3 and it's over. 5 and to 6 again. 7 steps, 8 steps, 9 and I'm older. Trying to figure out where I fit. Hello, nga dita tjetër, sot është e shtunë edhe ne po bëhemi gati për të dalë. Do ikim të pimë një gotë, mendoj te Monkey Bar, është një nga lokalet tona të preferuara këtu në Berlin. Edhe kaq, dje nuk kam filmuar shumë sepse kemi shumë pak të hallakatura, por që I hope we have fun tonight. Kjo është veshja për sonte, super simple, kam thjesht të kanatier, një palë baggy jeans dhe një palë taka. Nuk dua që të ndali ka shumë barku do. Anyways, tani fotot. Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. Oh, everyone tells me I'll never leave us here. My eyes. Cheers.
Hello, nga dita ime e fundit në Berlin, nuk e di sa dëgjohem se kemi një zotëri që po këndon shumë bukur këtu. Por jemi në, si quhet kjo zonë? Schermarkt. S'po mundojmë fare ta them, do e shkruaj. Edhe jemi ullur të lap, është vendi jonë i preferuar këtu në Berlin për matcha, realisht të bëjmë shumë të mirë. Domethënë, unë kam provuar matcha në Würzburg, kam provuar në Tiranë të Noje dhe ata e bëjnë të mirë, po kjo I love this one. Edhe më përpara kam pas pirë me blueberry, e hoqën nga menuja, prova strawberry, po tani jam kthyer në normal iced matcha. Dhe marrë gjithmonë me coconut milk. Po thajmë ftohtit, po që tani se që doli një rrezë dielli kështu se sa për të na përshëndetur, po kam përshtypjen që prap do ike. Ky zotria ka përzgjedhur këngët më të bukura, nuk e di po e shijoj shumë. Mos mahem për zë muzike, pse këtë e kuptuat, por kjo do të thotë që nuk e shijoj këngë. Hello, po ju flas nga java tjetër, është mërkur, data 10 qershor, s'kam shumë që kam marrë nga puna, por doja të bëja një mbyllje të vlogut se thjesht kam 3 ditë pa filmuar asgjë, praktikisht të marrë dhe sot s'ka ndodhur asgjë, thjesht kam qenë në punë, kam marrë në shtëpi. Asgjë interesante, por fundjava në Berlin ishte goxha e këndshme. Shpresoj që të kem kapur klipe mjaftueshëm, por që patjetër që highlighti mbetet protesta e shqiptarëve. Realisht ishte një ndjesi shumë e bukur, domethënë ne kishim shumë qejf që të bënim pankarta, kishim menduar se gjëra të tjera më interesante, po me ato mjete që na u gjendën bëm diçka, se s'kishim edhe shumë kohë. Por ndjesia ishte shumë e bukur, nuk e di të përhërisje për vendin tënd me njerëzit e tu, realisht ishte shumë nice, edhe ndjesh tamam pjesë e gjës, edhe ndjesh vërtet sikur ti po jep kontributin tënd për një gjë më të mirë, edhe kjo gjëja vërtet ndihet. Dhe realisht po filloj ta mendoj që Shqipëria është zgjuar, më vjen shumë mirë kur shoh që shumica e protestës janë rinia, se kishte ardhur një pikë që edhe kisha humbur shumë shpresat, me thënë drejtën. Domethënë nuk kam ardhur këtej patjetër për një jetë më të mirë, edhe çështë vërtet kam gjetur kushte më të mira, edhe overall një jetë më të mirë, më të rehatshme, sado malli për familjen, por ama kur sheh rinin që po çohet, fillon edhe mendon që okay, prit se ka akoma shpresë, ne nuk është se jemi rrëzuar aq keq, se të paktën deri tani unë gjithmonë sa më shumë qëndroja këtej, dhe sa më shumë i shikojnë gjërat që këtej funksionojnë më ndryshe, funksionojnë më në rregull, në Shqipëri të bëhen padrejtësi nga më të ndryshme, thua me vit ai se nuk do bëhet. Po ja, tani që e shef që njerëzit tek kështu po ngrihen, thua që okay, mbase vërtet ka një shpresë, ka diçka. Dhe protestat e diasporës vazhdojnë sërish, nuk mendoj që do jenë më pranishme më tek protesta e Berlinit, por që patjetër që do i ndjek. Përveç kësaj, fundjava e Berlinit i shkoi shumë mirë. Kjo karrika ime totalisht shtruar për nesër. Keni parasysh atë momentin që je duke ulur komplet nga bime dhe pastaj thua pse më dëm kurrizi. Sa i përket pastaj fundjavës në Berlin, shkoi shumë mirë, jam shumë e fat që kam kushtuar atje, domethënë javën e kaloj në një qytet të qetë si Würzburgu, dhe sa herë që dua të largohem nga këtu edhe të bëj diçka më interesante, kam atë andej patjetër që kam më shumë lëvizje, njohim më shumë njerëz, edhe është goxha nice. Dhe patjetër që isha shumë e lumtur për këto 4 ditët e pushimit, ishin shumë të nevojshme. Tani jam kthyer rutinës, për momentin kam goxha ngarkesë tek puna sepse kemi një event në fund të qershorit edhe po mundohem që të krijoj sa më shumë materiale që na duhen për këtë gjë. Dhe pastaj në korrik kam marrë disa ditë pushime për në Shqipëri. Mendoj që do e dokumentoj edhe atë sa ka mundësi. Edhe nëse ke arritur deri në këtë pikë të videos, të falenderoj shumë dhe shihemi në videon e radhës. Mua.